13 qershor të vitit 1999 në vendin Sofali në Prishtinë, në bashkëkryerje në fakt me disa pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës me armë të ftohta dhe armë zjarri në mënyrë mizore dhe tinzare, ky person u ka marrë jetën civilëve të nacionalitetit serb, një çifti bashkëshortor, thuhet kështu në njoftimin e MPB-s. Por në këtë njoftim nuk bëhet e ditur nëse i dyshuari ishte vetë pjesëtar i UÇK-s. Familjarët e Osman Selmanit konfirmuan se ai u arrestua në Motivod me një korrekt teksa po kthehej nga vendlindja e tij, mirëpo tha se këta i vlerësojnë akuzat e autoriteteve serbe si të pabazuara dhe të pavërteta. Gremisa Latifi ka zhvilluar një intervistë me djalin e Selmanit, me Arben Selmanin, i cili shpreh i shqetësuar dhe tregon më tepër detaje rreth arrestimit të tij me një korrekt, të cilën e ndjekim bashkë në vazhdim. Si familja jemi të përgosur shumë, prindi është arrestu me një korrekt 2026 në pikën kufitare në Motivod. Në ora 17 është ndalu dhe ka qëndru 4 orë atje duke pritur përgjigjen pëse është kjo ndalim për ta. Ka ardhur një patrull nga Medvegja, e kanë marrë dhe e kanë dërguar në Leskoc, nga Leskoci e kanë transportuar në Beograd. Si familje, dje 2 ditë kemi ditë asnjë informat për të. Dje në ora 3:30 na ka lajmëruar një avokat që ja ka caktuar qeveria e Serbisë për ta përfaqësuar. Ai na ka treguar gjendjen e tij, se ku ndodhet dhe për çka akuzohet. Prindi akuzohet se gjoja në 14 qershor të vitit 1999 bashkë me disa pjesëtar të ushtrisë qendrore të Kosovës, i ka vrarë 2 serb të Sofalis, për shkak që na jetojmë në Sofali nga 78-a, domethënë ky ka marrë pjesë në vrasjen e kujshive serb. Prindi, po ne si familje nga marsi, nga 28 mars që ka qenë ditë Bajrami të vitit 99, na nuk kemi qenë në Sofali deri me 20 qershor. Nga data 23 maj, konkretisht 24 maj që kemi shkel në territorin e Maqedonisë, ne jemi kanë deri me 20 qershor në Maqedoni. Kjo mund të dëshmohet shumë lehtë pranë NATO-s, se prindi ka dhënë deklaratë në NATO, po ashtu ka dhënë deklaratë në OSDE, OSDE-a ardhe ka intervistu, dhe në UNHCR që jemi regjistruar si refugjat. Këtu janë 3 institucione ndërkombëtare ku kalon prindi trag që nuk është kanë në Kosovë për periudhën që flitet.